Rubrika jonë e horoskopit është e përditshme. Nga na ndiqni, cila shenjë jeni? Horoskopi datë 13 dhjetor 2025. Dashi, sot energjia jote e zgjimit do të ndikojë drejt për drejt në mënyrën si menaxhon parat. Ide të shpejta dhe vendime impulsive po të shfaqen, por nëse i ndan në kategori investim, kursim dhe shpenzim, do të shmangësh gabimet. Beqarët do të ndjejnë kuriozitet romantik. Takime të shkurtra me biseda të gjalla mund të çojë tek një fillim i ri premtues. Vetëm mos nxitoni të shpallni ndjenjat. Viheni në pozicion të mirë nëse mbani ekuilibrin mes zemrës dhe arsyes. Për ata në lidhje, komunikimi i sinqert dhe ndarja e synimeve financiare do të forcojë besimin dhe shmang debatet për detajet materiale në orët e vona. Shëndeti do të jetë përgjithsisht i mirë, por nivelet e energjisë do të luhaten, prandaj mbaj hidratimin dhe bëj stërvitje të shkurtra për të ndaluar raskapitjen gjatë ditës. Demi, sot është një ditë për të ristrukturuar burimet e tua. Ke një ndjesi të fortë praktike që të ndihmon të rishikosh buxhetin dhe të vendosësh prioritete. Mund të dalë një mundësi e besueshme për fitim të ngadalt, por të qëndrueshëm. Mos e anashkalo vetëm sepse nuk është sensacionale. Stabiliteti afatgjat është prioritar. Beqarët do të jenë tërheqës për vetë qetësinë e tyre. Një takim i ngadalshëm dhe i sigurt mund të zhvillohet në diçka të vërtet të qëndrueshme. Për çiftet, bisedat rreth shtëpisë ose investimet e përbashkëta do të zënë vend. Vendosni rregulla të qarta për ndarjen e shpenzimeve për të shmangur keqkuptimet në të ardhmen. Shëndeti kërkon kujdes për stomakun dhe sistemin tretës. Redakto ushqimet e rënda dhe shto probiotikët natyral. Ecjet e gjata pas darkës do të ndihmojnë të qetësohesh dhe të kesh një gjumë të mirë. Kujdes ndaj teprive. Pak detaje të ndryshme do të bëjnë diferencën për ju. Binjakët. Data 13 dhjetor sjell një val idesh në mendjen tënde binjak. Kreativiteti dhe aftësia për rrjetet sociale ose tregti në internet mund t'ju hapin mundësi fitimi. Financat kërkojnë strukturim. Bëni lista dhe shmangni transaksionet pa verifikim. Një mik i besueshëm mund të ketë një sugjerim të vlefshëm për mënyra të reja për të bërë para. Beqarët do të jenë të komunikueshëm dhe tërheqës. Përdorni aftësitë tuaja bisedore për të krijuar lidhje të sinqerta, por mos u kënaqni me thjesht flirte. Kërkoni sinjale qëndrueshmërie. Për ata në lidhje, dialogu dhe projektet e përbashkëta ju sjellin harmoni. Përpiquni të ndani përgjegjësitë financiare në mënyrë më transparente. Për sa i përket shëndetit, sistemi nervor kërkon pushim. Praktika të frymarrjes dhe pushimet pas punës do t'ju parandalojnë lodhjen e mëtejshme mendore. Shmangni konsumin e tepërt të kafes në mbrëmje për të ruajtur ritmin natyror të gjumit. Gaforja. Sot ndjenjat dhe puna financiare bashkohen. Mund të ndjeni nevojë për siguri që ju shtyn të rishikoni kursimet ose kontaktet emergjencës. Është një ditë e mirë për të krijuar një plan kursimi, diçka që ju jep qetësi dhe siguri në të ardhmen. Beqarët kërkojnë ngrohtësi, një lidhje që ofron mbështetje emocionale mund të tërheqë vëmendjen e tyre. Çiftet nga ana tjetër gjejnë forcë në punën e përbashkët për të ardhmen. Mos i shmangni temat e ndjeshme, as ato si borxhet ose planet afatgjata, pasi zgjidhjet pragmatike do t'ju afrojnë. Shëndeti kërkon kujdesin tuaj. Zemra dhe sistemi i qarkullimit kanë nevojë për më tepër kujdes se sa ditët e tjera. Monitoroni tensionin dhe bëni aktivitet të moderuar kardiovaskular. Ushqimet e pasura me fibra dhe heqja e sheqernave do t'ju ndihmojnë me humorin dhe energjinë tuaj. Një rutinë me një çaj të ngrohtë përpara gjumit do të përmirësojë ripërtëritjen. Luani. 13 dhjetori ju bën të ndiheni protagonist ekonomikisht. Mund t'ju vinë mundësi të dukshme për të promovuar një projekt ose për të tërhequr klient. Financat përfitojnë nga guximi i menduar mirë. Investimet që përçojnë imazhin tuaj të mirë mund të jenë të favorshme, por mos harroni të kontrolloni detajet ligjore. Beqarët do të ndriçojnë skenën sociale. Do të takojnë njerëz me influencë që ju sjellin jo vetëm romancë, por edhe lidhje me vlerë profesionale. Për çiftet, planetet do t'ju forcojnë besimin. Festoni sukseset e vogla së bashku dhe vendosni kufit për shpenzime impulsive. Shëndeti nga ana tjetër është i mirë. Energjia fizike është e lartë, por duhet menaxhuar me kujdes për të shmangur luksin e tepruar.
Trajtimet estetike ose maskat relaksuese mund të jenë të dobishme, por mos e neglizhoni ushtrimin e rregullt dhe një pushim të mirë të gjatë. Virgjyresha. Sot, profesioni dhe menaxhimi i detajeve financiare janë në plan të parë për ju. Analiza e faturave dhe kontratave ju ndihmon të evidentoni shpenzimet e panevojshme. Organizimi i parave të vogla do të prodhojë përfitim të qëndrueshëm në ditët në vijim. Beqarët mund të gjejnë tërheqje tek personat që janë të kujdesshëm dhe të organizuar mirë, pasi kanë një përputhshmëri praktike me ta. Për partnerët tuaj dhe ata që janë në lidhje, zgjedhja e detajeve të vogla si planifikimi i buxhetit familjar përforcon ndjenjën e sigurisë. Mos lejoni që kritikat për detajet të krijojnë distancë. Shëndeti kërkon vëmendjen tuaj. Sistemi imunitar ka nevojë për disiplinë. Ndiqni një orar të saktë gjumi, dieta të pastra dhe kontrolloni vitaminat bazë. Kujdes me tendencën për të punuar pa pushim. Pushimet e shkurtra do të rrisin produktivitetin tuaj dhe do t'ju përmirësojnë shëndetin. Peshorja. Në këtë ditë, balancimi i të ardhurave dhe dëshirave ndjehet tepër. Ju do të keni tërheqje nga blerjet që rrisin bukurinë personale ose ju krijojnë rehati, por është e rëndësishme të peshoni vlerën reale të këtyre gjërave. Financat favorizojnë vetëm investimet që përmirësojnë cilësinë e marrëdhënieve profesionale. Beqarët do të rriqen nga situata sociale elegante. Një event i mirë organizuar mund të sjellë takimin e duhur. Jepini hapësirë për biseda të thella dhe shmangni të bërit përshtypje shpejt. Për çiftet, harmonizimi i kohës së përbashkët është çelësi. Diskutoni pritshmëritë për dhuratat dhe shpenzimet festive pa akuzuar njëri tjetrin. Për sa i përket shëndetit, sistemi muskular dhe qëndrimi e drejt peshimi kërkojnë vëmendjen tuaj. Bëni ushtrime për relaksimin e shpinës dhe rituale estetike që rrisin mirëqenien, por mos i përdorni ato si zvendësues të pushimit. Akrepi. 13 dhjetori të sjell thellësi në marrëdhëniet me pasojë në planet financiare. Bashkëpunimet ju shtojnë mundësitë për fitime të përbashkëta, por duhet kujdes me kontratat pasi ato mund të fshehin detaje. Financat përmirësohen kur bëni veprime të mirë menduara dhe nuk hidheni shumë shpejt në veprim. Beqarët do të tërheqin persona pasionant. Jepini vetes kohë për të lexuar sinjalet e tyre dhe mos u kapni nga iluzionet. Për çiftet, bisedat mbi kufitë dhe besimin do ta forcojnë lidhjen. Shmangni manipulimet e vogla që mund t'i vëjnë minat intimitetit në çift. Për sa i përket shëndetit, menaxhimi i stresit është thelbësor për ju. Bëni praktika meditimi apo përqetësimin e mendjes që t'ju ulet tensioni. Kujdes ndaj çështjeve të sistemit riprodhues dhe urologjik. Një dietë e ekuilibruar dhe konsultimi me profesionist të fushës nëse ndjeni shqetësime do të jetë një zgjidhje e mençur. Shigjetari. Përpara se të festosh, financat të kërkojnë planifikim. Impulset për udhëtime ose përvoja të reja mund të jenë të forta, por vendimet e mençura kërkojnë një buxhet të mirë menduar shigjetar. Një investim në njohuri, dije ose kurse profesionale mund të ketë një rikthim të mirë të investimit tuaj. Beqarët shfaqin entuziazëm dhe dëshirë për aventurë. Takimet spontane mund të shndërrojnë në lidhje që ushqejnë rritjen personale, por kontrolloni pritshmëritë tuaja. Për të dashuruarit, idetë për eksperienca të përbashkëta si udhëtimet e vogla ose projektet kulturore ju forcojnë lidhjen. Sigurohuni që të dyja palët të pajtohen për shpenzimet gjatë këtij udhëtimi. Shëndeti është i mirë, por ruaj masën për të shmangur lëndimet fizike. Kujdes me aktivitetet ekstreme që ju kërcënojnë nyjet dhe kyçet. Një regjim i mirë ushqimor para dhe pas aktivitetit ju mban performancën e lartë. Bricjapi. Sot do të fokusohesh në themelimin e sigurisë financiare. Veprimet e matura, si kursime të automatizuara ose planifikime pensioni, janë shumë të favorizuara sot. Mund t'ju dalë një mundësi për të negociuar tarifa më të mira apo për të rinegociuar kushte të favorshme në punë. Beqarët do të kërkojnë lidhje me perspektiva fatgjatë. Ju i vlerësoni personat që ju tregojnë qëndrueshmëri dhe seriozitet. Për çiftet, planet konkrete si blerja e pasurive të përbashkëta ose kursimet kërkojnë një dialog të qartë dhe dokumentim të këtyre marrëveshjeve. Shëndeti
është përgjithsisht delikat. Struktura fizike kockore duhet ruajtur. Bëni ushtrime me fokus të fuqizimit dhe fleksibiliteti fizik. Një qasje sistematike ndaj mirëqenies tuaj do t'ju jap rezultate të qëndrueshme dhe afatgjata. Ujori. 13 dhjetori ndes kreativiteti në mënyra që mund të ndikojnë financiarisht. Ju keni ide sociale, teknologjike ose bashkëpunime me komunitetin që mund t'ju sjellin burime të reja financiare dhe jo vetëm. Mos hezitoni të ndani vizionin tuaj me njerëzit me mendime të ngjashme, pasi ata mund të sjellin partneritete të dobishme për ju. Beqarët do të rriqen nga krijimtaria dhe origjinaliteti. Shfaqni anën tuaj të vërtet për të tërhequr të njëjtën energji. Në çift, diskutimet për synimet sociale dhe mënyrën si doni të kontriboni do t'ju rrisin ndjenjën e bashkimit. Vendimet financiare që ndikojnë në komunitet dhe familjen tuaj kërkojnë konsensus të të dyja palëve. Për sa i përket shëndetit, truri është në qendër sot. Stimulo mendjen me projekte intelektuale, përmbaj një rutinë të mirë për gjumin, shmang mbi ngarkesën dhe kafen me tepri. Peshqit. Sot intuita juaj financiare është e përforcuar. Mund të kapni mundësi që të tjerët as nuk i vënë re. Përdoreni këtë ndjesi për të vlerësuar investimet që kombinojnë shpirtin dhe përfitimin. Veprimet dhe gjërat me përmbajtje emocionale mund të kenë një fitim afatgjatë. Beqarët romantik do ta ndjejnë magnetizmin e tyre dhe të takimeve që do të kenë, pasi këto takime janë të thella dhe shpesh ju japin sinjale të forta emocionale. Vetëm siguroni të mos idealizoni gjërat në humbje të perspektivës reale. Për çiftet, empatia është kyç. Për sa i përket shëndetit, ndjeshmëria juaj emocionale mund të ndikojë te tretja dhe gjumi. Praktikat relaksuese si aromaterapia, meditimi ose dushi me ujë të ngrohtë para gjumit do t'ju ndihmojnë. Gjithashtu mos harroni të hidratoheni mjaftueshëm që t'ju stabilizohet humori. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.